Përshëndetje të gjithë atyre që na ndjekin në bibliotekën tonë virtuale, në kanalin tonë zyrtar, në Time Media, Time Center, në të gjitha rrjetet tona sociale. Ashtu siç ju kemi njoftuar, sot do të fillojmë një serial shumë të rëndësishëm për të gjithë përfshirë të gjitha kategoritë, një serial edukativ, një serial ku do të tentojmë të prekim tema që akoma janë tabu. Do të kemi të ftuar në institucion një seri profesionistësh të fushave dhe specialiteteve të ndryshme dhe do të trajtojmë një seri temash të cilat kanë të bëjnë me varësitë. Sot do të nisim serinë e parë të serialit Varësitë. Kemi të ftuar, ashtu siç ju kam njoftuar, një antare të institucionit, mikeshe të institucionit, pjesë e institucionit dhe profesioniste, është Vilma Ruci. Me të cilën kemi vendosur të hapim sot serinë e parë të serialit Varësitë. Vilma, faleminderit që pranove të jesh pjesë e këtij projektit. Ne sot do të flasim për varësitë. Kryesisht, sot do të bëjmë një përmbledhje se çfarë janë varësitë, sepse pastaj kemi ndarë në tema të ndryshme. Tani ty të njohim, po për gjithë ata që s'të njohin, të lutem një prezantim. Siç e the ti Fation, unë jam Vilma Ruci, jam psikologe klinike. Në eksperiencën time zakonisht përballemi edhe me individ të cilët kanë si problematik varësinë dhe jam shumë lumtur që sot jam këtu për të prekur këtë temë, pasi është relativisht delikate dhe është mirë që të flitet edhe publiku të informohet mbi varësitë në përgjithësi. Është detyrë një institucioni arsimor që duhet t'i bëjë, dhe jo vetëm një institucioni arsimor që duhet t'i bëjë nisma të tilla. Jam krenar që ne si Time Center e kemi virtytshmëri që i bëjmë gjëra të tilla. Do të bëj një shpjegim, çdo pyetje, çdo gjë që do themi këtu nuk personifikon linjën kurikulare apo mendimin e institucionit, është mendim i pavarur i dy personave. Gjithashtu, unë do të bëj pyetje të drejt për drejta në gjitha formave. Ti e di që ne kemi një parim, nuk ka pyetje të shëmtuara, nuk ka pyetje të gabuara, ka përgjigje të gabuara. Në rastin konkret jemi për të mësuar, kështu që do të më llogarisë sikur unë jam pacienti yt. Dhe unë do të bëj të gjitha pyetjet e mundshme që mund të bëhen me z dhe mund të bëhen nën z, se shumë pyetje dhe mendime na vijnë nën z dhe nuk duhet kemi kur frikë të pyesim specialistët, të drejtohemi ke specialistët. Nuk ju ndihmon as çati, as inteligjenca artificiale, ju ndihmojnë vetëm profesionistët e fushës. Pyetja e parë, çfarë janë varësitë? Atëherë, siç e thash Fation, varësitë janë një temë goxha delikate, janë gjithëpërfshirëse. Ne duhet kuptojmë që kur flasim për varësitë, kemi kaluar përtej dëshirës. Varësia ka të bëjë drejt për drejt me humbjen e kontrollit, i cili më pas ne shikojmë që afekton në jetën e individit marrëdhëniet, përditshmërinë, punën, shkollën e të tjerë. Kur flasim për varësi, duhet kuptojmë, siç e thash, që kalojmë përtej dëshirës. Të gjithë ne mund të dëshirojmë të konsumojmë për shembull një herë alkool, apo dikush mund të ndezë një cigare me një mik. Por, kur flasim për varësi, duhet kuptojmë që kjo del përtej fushës tonë, dhe aftësisë tonë për ta kontrolluar. Si ta kuptoj që jam i varur nga diçka? Hapat e parë që unë duhet kuptoj është cikli i varësisë. Siç e thash, në fillim është dëshira, por duhet kuptuar është një dëshirë apo është një nevojë. Në rastet e varësive kemi nevojë. Varësia vjen si shërben më saktë si një qetësues emocional. Pra hapi i parë i ciklit të varësisë është një shqetësim apo ngacmim emocional. Hapi i dytë është dëshira apo nevoja për të konsumuar apo për të bërë këtë kompulsionin e varësisë. Hapi i tretë është mungesa e aftësisë apo një nivel aftësie minimal për ta kontrolluar këtë kompulsion apo veprimin apo sjelljen. Dhe ne do të shikojmë që pasi ne kalojmë këtë cikël, përsëri ngacmohemi.
Përjetojmë ndjenja faji dhe ndjenja të turpit, që përse e bëra këtë veprim përsëri, që në vetvete është përsëri një ngacmim emocional, i cili na bën që cikli të përsëritet. Është ngacmim emocional, por para se të shkojmë aty, ta thjeshtojmë pak. Si fillon dhe si kthehet në varësi? Fillon nga një mendim, fillon nga një kënaqësi e shpejtë e momentit dhe pastaj kthehet në varësi duke e përsëritur shpesh. Zakonisht varësitë fillojnë në moshën e adoleshencës dhe këtu ne duhet kuptojmë që në moshën e adoleshencës individi, adoleshentët kryesisht janë shumë kurioz, mund të kenë kurreshtje, mund të përdorin substanca për shembull thjesht për të bërë pjesë e grupit apo për të qenë në trendin e momentit. Mirëpo, gjasa që dikush të krijojë varësi dhe një tjetër person jo, lidhen kryesisht edhe me faktor biologjik, lidhen me faktor social, me faktor të modelimit të sjelljeve, ambienti i familjes nga i cili ne vim, pra janë një sër faktorësh që ndikojnë në apo përcaktojnë predispozitat për të krijuar një varësi. Kur themi faktor biologjik, ka të bëjë dieta, ushqimet, ka të bëjë pjesa genetike, a janë varësitë e trashëgueshme? Po, janë të trashëgueshme në dy drejtime, qoftë gjenetikisht, qoftë si një sjellje e mësuar. Për shembull, nëse një fëmijë ka njërin prej prindërve apo një adult të rritur pranë tij që e ka problemin me varësitë, për shembull, sigurisht që po marrim një shembull, kam njërin nga prindrit të varur nga alkooli. Kjo trashëgohet ke unë genetikisht apo trashëgohet si sjellje? Në të dyja format. Në të dyja format. Mund të specifikosh si ndodh genetikisht? Genetikisht, siç trashëgohet çdo çrregullim me natyrë psikologjike, por edhe çdo sëmundje tjetër. Pra, janë faktorët gjenetik që përçojnë informacionin dhe trashëgohet tek individi pasardhës. Në rastet e sjelljeve, siç po e thoja, lidhet kryesisht me atë çfarë fëmia mëson të shoh. Në momentin është ajo që marr. Nëse shikoj një prind që është i zgjidh, po themi, apo përballet me vështirësitë e jetës duke ju drejtuar varësisë, sigurisht që kjo është një sjellje që mua më përforcohet edhe gjasat janë që unë ta përsëris nesër. E kuptoj që jam i varur nga varësia, nga një varësi e caktuar, sepse pastaj unë do të pyes shkurtimisht specifikisht për disa nga varësitë. E kuptoj, jam i ndërgjegjshëm, mirë po është momenti kur fillon më ngacmon me mendimi që ta bëj atë veprim, pra ta ripërsëris ciklin. Çfarë duhet bëj në atë moment? Sepse filloj mbushem me djers, mund të kem dëridhje, mund të kem çfokusim, kryesisht mund të kem, më duket sikur është, domethënë gjithçka e turbullt, nuk arrit të përqendrohem, sepse çdo mendimi im shkon ke veprimi. Si duhet ta ndaloj në atë moment? Të gjitha këto që ti përmende. A duhet ta luftoj, a duhet përballem, a duhet ta lë të rrjedhi, apo duhet ta bëj si veprim që të kem mundësi të qetësohem? Të gjitha këto që ti përmende, Fation, në fakt ndodhin në momentin që individi tenton të kontrollojë impulsin apo të mos i bindet impulsit. Dhe ajo çfarë shpesh bëhet gabim në këtë rast është që individi fillon të gjykojë veten apo fillon të luftojë mendimin, jo nuk duhet ta bëj. Mirë, ajo që ndodh zakonisht është që në momentin që individi lufton mendimet e tij, zakonisht ndodh që mendja të thotë që jo, do ta bëj edhe sot dhe nesër nuk kam më. Apo nëse tendenca e individit është që të thotë unë nuk do ta bëj më kurrë, kjo sigurisht që shkakton tension. Marrim me radhë, kur mendja më thotë kështu, çfarë duhet bëj në atë moment? Hapi i parë që është goxha e rëndësishme. Hapi i parë është që të evidentohet së pari ose më saktë të njihet fakti që unë e kam bërë dhe herë të tjera këtë gjë dhe nuk ka qenë kështu. E nesërmja përsërim më ka treguar që unë do ta
do të shkoj përsëri tek varësia. Pra do ndodhe një Pra ricikël. eksperienca. Më tregon që cikli përsëritet dhe nuk funksionon. E dyta është që unë të kuptoj dhe të emërtoj sakt atë që po ndodh. Të kuptoj që është impuls dhe mos të atribuoj, mos të etiketoj veten time dhe të them jam e paaft për ta menaxhuar. Por të kuptoj që është impulsi. Në momentin që unë kuptoj që është impulsi, e kam më të lehtë për ta ndarë atë nga vetja. Nuk identifikohem me të, por është një sjellje që unë e bëj. E dyta është të kuptoj kush janë nxitësit. Çfarë nxiti, çfarë e prishi qetësinë emocionale të momentit dhe më detyroi mua të më nxitet dëshira për të kryer impulsin. E treta është që kjo është relativisht e vështirë në fakt që të bëhet vetëm, megjithatë në rastet kur individi ka mekanizma relativisht të shëndetshëm, mund të aplikoj teknika të frymëmarrjes, të grounding për të qetësuar gjendjen e momentit dhe hapi më i rëndësishëm është ta shtyj impulsin me disa minuta. Në momentin që impulsi shtyhet, ai do të shikoj që kurba pasi ka arritur pikun do të filloj edhe do të bjerë. Dhe kur bie dhe qetësohem emocionalisht, nevoja për të kryer impulsin, pastaj Gjatë kohës që shtyen impulsin, për ta kuptuar gjendjen duhet të jesh në pucët e qenies. Po mundohemi të futemi në atë veprim. Gjatë kohës që unë po e shtyj impulsin, është një luftë shumë e madhe që unë kam me veten. Çfarë veprimi duhet bëj përveç frymëmarrjes, se nuk po më qetëson frymëmarrja. E para, me diçka tjetër, ta heq mendjen nga impuls, apo duhet ta analizoj, ta mbi mendoj? Në fakt asnjëra nga këto. Mbi mendimi apo shmangja, të dyja ushqejnë ciklin. Ajo që rekomandohet zakonisht është që unë të qëndroj me gjendjen që kam, dhe kur themi aplikimi teknikave të frymëmarrjes apo grounding, nuk kupton gjithmonë përballimin e këtij momenti, e këtij qëndrimi që unë them. Pra kur themi qëndrojmë me nevojën për të kryer impulsin, nuk është e lehtë, sidomos nëse ti fillon dhe analizon. Analiza shpesh çon në gjykim të vetes, dhe kjo ushqen ciklin. Në momentin që unë qëndroj dhe them ok, është impulsi, unë e njoh këtë, aplikoj teknikat e frymëmarrjes apo grounding në mënyrë që të ndihmoj ciklin e qetësimit më pas. Zakonisht rekomandohet që pas kësaj individi të ndryshojë ambientin në cilin është, sepse ndonjëherë aty ku nis impulsi është e vështirë që të menaxhohet, por mund të shkëputet, mund të dalë jashtë për të marrë pak ajër të freskët, mund të telefonoj dikë. Është gjithashtu shumë e rëndësishme të kemi një rreth mbështetës që na ndihmon për të kaluar pikërisht këto momentet e krizës. Telefonojmë dikë jo për të shpërqendruar, por për t'i thënë që është momenti ku unë kam këtë impuls. Kjo na ndihmon gjithashtu për të mos u ndjerë në fat. Prandaj përmenda rrethin e mbështetjes. Zakonisht ne në terapi, një nga gjërat e para që bëjmë individët është që të marrim informacion mbi rrethin mbështetës. Mund të jetë një familjar, mund të jetë një shok, mund të jetë dikush i afërt me individin që ka varësi. Në momentet e krizës është shumë e rëndësishme që individi ta ketë këtë rreth mbështetës apo personin mbështetës pranë tij që ta ndihmoj të kaloj pikërisht këto momente të krizës. Si ta kuptoj që fëmia im është i varur nga diçka? Në rastin e fëmijëve është relativisht e vështirë dhe e komplikuar, sepse sidomos tek adoleshentët janë disa sjellje që janë tipike të moshës. Megjithatë, ne mund të kuptojmë kur këto kalojnë përtej asaj çfarë është normale dhe tipike e moshës. Për shembull, ne e dimë që një adoleshent natyrshëm ka një lloj tërheqje nga kryerja e aktiviteteve tashmë me familjen, është më tepër i jashtëzuar, ka më tepër interesin social se sa të familjar. Megjithatë, mund të shohim kur reagimet ndaj përfshirjes në aktivitete familjare mund të jenë relativisht të dhunshme apo agresive, mund ta bëjë të dyshoj që mund të ketë ndoshta një
në mos varësi një tendencë për të krijuar varësi. Ndryshimi i rretheve sociale gjithashtu, pra një shoqëri e re, mund të jenë ndoshta qëndrime me orë të gjata, më tepër të izoluar apo të veçuar në celular. Këto E kryesisht. kuptova, si ta ndaloj, si të flas me fëmijën tim. Ajo që ndoshta shpeshherë prindrit, nisur nga shqetësimi që ndjejnë për fëmijën, bëjnë është që të marrin masa të ashpra të menjëhershme. E rëndësishme është gjithmonë diskutimi. Për shembull, nuk e di, një fjali e tipit: e shikoj që kohët e fundit diçka ka ndryshuar tek ty. Mund të flasim edhe të kuptojmë çfarë ka diçka që nuk po shkon, apo si mund të ndihmoj, apo nëse nuk dëshiron ta flasësh, unë jam gjithsesi këtu për ty. Pra fjali ku kërkohet të ofrohet mbështetje emocionale, ku prindi tenton të kuptojë çfarë nuk shkon me fëmijën, zakonisht mangin perceptimin gjykues. Fëmia kupton që prindi në këtë rast nuk po më gjykon. Mund të ndjej pasigurinë për t'ia thënë prindit për momentin, por nëse qase do të jetë gjithmonë e tillë nga ana e prindit, sigurisht që fëmia në një moment do të tregojë. Prindi duhet të jetë goxha vigjilent në periudhën e adoleshencës. Po kur prindi është i varur, fëmia si duhet veproj? Kur prindi ka një varësi, si duhet reagoj fëmia? Nuk është detyrë e fëmijës të rregulloj prindin, e thënë za, rregulloj. Ajo çfarë mund të bëj fëmia është e para të kuptoj, dhe prandaj është shumë e rëndësishme që këto intervista informuese të bëhen Fatjon, sepse ndoshta një adoleshent që na dëgjon sot dhe ka një prind me varësi, mund të kuptoj që ekzistojnë profesionistë aty jashtë që mund të ofrojnë ndihmë. Dhe ata për te moshës ndoshta mund të drejtohen tek një profesionist dhe të tregojnë për situatën e prindit. Në ana tjetër, varet shumë edhe nga dinamika dhe marrëdhëniet e tjera familjare. Nëse kemi, po themi, nënën mbështetëse apo një të rritur tjetër që mund ta ndihmojë fëmijën, ai mund t'i drejtohet atij për t'i kërkuar ndihmë për të ndihmuar prindin. Por një fëmijë përballë prindit nuk duhet të ndihet kurrë i detyruar për ta ndihmuar atë, por as i pa shpresë për të menduar që nuk ka një zgjidhje për prindin. Pra nuk i takon atij në mënyrë direkte, por mund të drejtohet tek të rritur të tjerë apo tek profesionistë. Kush janë disa nga llojet e varësive, nga më të ultat ose më pak të dëmshme tek ato më të avancuarat, më të rrezikshme, ose më saktë, ta bëj pyetjen pak më thjesht. Ka varësi të mira? Se e ngjoj shpesh për shembull që mund thuhet, kjo është një varësi e mirë, nuk ka problem, nuk krijon gjë. Varësit nuk janë asnjëherë të mira, varësit nuk janë të mira për shkak të funksionit të tyre. Varësit gjithmonë dëmtojnë marrëdhënie, gjithmonë dëmtojnë jetën e individit, gjithmonë dëmtojnë mënyrën se si ai funksionon në përditshmërinë e tij. Asnjë varësi nuk është më e mirë. Ajo që unë do veçoja këtu është shkalla e rrezikshmërisë. Në rastet kur flasim për jo për llojin e varësive, por sa po afekton kjo varësi në jetën time, nisim gjithmonë duke vlerësuar riskun. Risku vlerësohet duke marrë parasysh disa faktorë, si është ekspozimi, përdorimi i varësisë, sa i shpeshtë është frekuenca, kohëzgjatja, dhe të gjitha këto ne na diktojnë, po themi, shkallën e rëndesës e ashpërsisë së varësisë. Rastet më të rënda janë ato në të cilat individi mund të dëmtoj veten apo dikë tjetër. Këto janë gjithmonë raste në të cilat kërkohet institucionalizim i individit, ka nevojë për ndërhyrje jo vetëm nëpërmjet mjekimeve apo psikoterapisë, por duhet një ekip multidisiplinar dhe monitorim 24 orë për të ndihmuar këta individ.
Cilat janë hapat që të fitoj vetbesimin për të përballur me varësinë? Hapi I parë, dhe në fakt përdorimi I termit vetbesim është një çik me dy kahe, sepse një nga target grupet, po themi më të predispozuara për të krijuar varësi, janë pikërisht individët me vetbesim të ulët. Por në momentin që një individ gjithsesi mund të kërkojë të rrisë vetbesimin apo kurajon brenda vetes për ta luftuar varësinë, së pari duhet të pranojë që ka një varësi. Shpeshherë tendenca është që të minimizohet pasoja apo të minimizohet përdorimi I varësisë, duke thënë nuk është aq shumë, e bëj ndonjëherë, ose nuk do më ndodh gjë, por pastaj kur ndodhemi tek ai cikli I varësisë që folëm pak më parë, është disi e vështirë. Rritja e vetbesimit ndikohet, siç e tham edhe pak më parë, edhe nga rrethi mbështetës. Fatjon, kur unë e di që kam një rreth mbështetës, kuptoj në momentin që e pranoj varësinë, kuptoj që mund t'i drejtohem dikujt. Okay? Hapi tjetër është që përtej pranimit që unë kam një varësi, është të jem I butë me mënyrën se si I flas vetes time. Një gjuhë gjykuese kundrejt vetes, etiketimi I vetes, sigurisht që do të ushqente ciklin e varësisë. Në momentin që unë I drejtohem butë vetes time, sigurisht që e ndaj varësinë nga vetja. Siç e tham edhe më parë, nuk identifikohem me të, por kuptoj që është diçka në të cilën unë ndodhem. Ajo që është e rëndësishme në fakt të theksohet është që përtej faktit se varësitë janë të vështira për tu trajtuar, nuk janë të pamundura. Rikuperimi dhe rikthimi në një jetë normale dhe të shëndetshme është I mundur nëpërmjet terapisë intensive dhe patjetër edhe rrethit mbështetës në përditshmëri. Pse unë jam adoleshent, kam pasiguritë e mia, po pse unë duhet të të besoj ty, psikologe? Sepse jam një profesioniste e shëndetit mendor, është gjithashtu fushë e ekspertizës së një psikologu klinik që të trajtoj çështjet e varësive, dhe në rast se adoleshenti është I referuar dhe nuk ka ardhur me dëshirë, psikologu duhet të punojë fillimisht me fitimin e këtij besimi të adoleshentit. Në rast se kur vjen vet, ai e ka disi besimin që do të ndihmohet, sepse është drejtuar vet. Më besoj që përpara se dikush të vi tek unë apo te çdo profesionist I shëndetit mendor, është këshilluar me chatin dhe me shumë të tjerë që ndoshta I konsideron më lehtësisht të aksesueshëm. Ose ndoshta ka më besim se nuk I del shqetësimi që ka. Por shpesh përballen me faktin që është e pamundur që të marrin zgjidhje. Jo vetëm sa do të shtyj kohën e ndërhyrjes. Pra, chati, po themi, mund të më jap një informacion, mund të më sugjeroj disa teknika për t'u aplikuar, por nuk merr parasysh specifikat e rastit. Çdo individ është unik. Dhe ne në terapi nuk aplikojmë të njëjtat metoda për çdo individ. Pavarësisht protokollit që ekziston dhe që ndiqet nga të gjithë terapistët, patjetër që ka teknika që përshtaten në varësi të unikalitetit të rastit. Për shembull, ndryshe mund të trajtohet një individ I cili ka një rreth mbështetës apo një familje të shëndetshme, dhe ndryshe trajtohet një rast I cili nuk ka askënd në jetën e tij për ta mbështetur. Dua ta trajtoj varësinë nga sot. Jam dakord, jam gati. Hapi I parë. Çfarë diete ushqimore duhet mbaj? Çfarë sistemi sjellje duhet ngrej dhe si duhet sillen nga ky moment?
E para, nuk do të përdorja termin dietë, do të përdorja rutinën ushqimore dhe rutinën ditore. Nëse do t'i referojmë dietave, sigurisht që këto nuk do të ndihmonin, përkundrazi. Nëse do t'i referojmë rutinës, patjetër ajo është e shëndetshme jo vetëm tretimin e varësive, por edhe të problemeve të tjera të shëndetit mendor. Në rastin e varësive, krijimi një rutine stabil me produkte ushqimore të shëndetshme, sigurisht që do të më ndihmoj. E rëndësishme është hedhja e hapave të vogla por të sigurta. Po, patjetër, produkte që mund të eliminojmë, për shembull, në rastet kur mund të kemi varësi nga alkooli, mund të jenë pijet energjike. Në rastet kur kemi varësi nga nikotina, mund të jetë konsumimi i kafeinës. Në rast kur kemi varësi të tjera ushqimore që zakonisht nxisin përdorimin e varësisë, duhet të mos i përfshim në rutinën tonë ushqimore. Pastaj, krijimi një rutine të përgjithshme të shëndetshme ditore, sigurisht që përfshin edhe aktivitetet me të cilat unë do të merrem, përfshin një gjumë të rregullt. Për shembull, nuk mund të pretendoj që të rregulloj ciklet e gjumit në rast se më zë gjumi me celular në dorë. Sigurisht që nuk do të bëj një gjumë të qetë. Aktivitetet ditore të cilat nxisin zakonisht prodhimin e atyre substancave të cilat na qetësojnë në trup, ndihmon që ne të jemi më të qetë edhe ta aplikojmë më lehtësisht rutinën edhe në vazhdim. Ajo që është e rëndësishme nuk është vetëm krijimi i rutinës, por është edhe konsistenca në ndjekje. Një rutinë e vendosur duhet të ndiqet në mënyrë të vazhdueshme dhe ajo që shpeshherë është e vështirë ke varësitë nuk është krijimi i rutinës, por është konsistenca, që unë ta ndjek këtë në vazhdimsi. Disiplina, unë ta themi për ta kuptuar më thjesht. Po, disiplina, duhet të kemi disiplinë. Që të kthehet në një varësi ndodh duke u përsëritur dhe mund ndodhi në pak ditë. Që të ç'bëhet do shumë. Sa ditë duhet tani që unë të kthej një rutinë antivarësi? Në fakt nga sot. Ka specialist ose opinionist që thonë që një rutinë të kthehet në traditë do të paktën 20-21 ditë. Tani ka një afat kohor për këtë? Në fakt, nëse do ta merrnim në kontekstin e jashtëm, do thoja, mund të duhen aq ditë që një sjellje të kthehet në varësi. Por që tendenca për të shkuar tek sjellja i ka rënjët shumë herë më herët. Dhe shumë zakonisht në fëmijëri apo në adoleshencë. Gjithashtu, ekspozimi intensiv ndaj situatave familjare, sociale, individuale, ndikon shumë edhe në shpeshtimin e krijimit të varësisë. Thuhet 20-21 ditë, por nuk është gjithmonë kështu. Nuk është gjithmonë ashtu. A mund të kthehem si më parë, mund të jetë gjithçka si më parë, kur isha i pavarur? Po, por nuk lidhet vetëm me varësinë. Varësia është gjithmonë një shfaqje e asaj çfarë unë përjetoj së brendshmi. Prandaj psikoterapia ndihmon shumë në këtë drejtim, sepse kuptojmë faktorë të jo vetëm të jashtëm, por edhe të brendshëm që më nxisin mua dhe më orientojnë drejt varësisë. Për shembull, individ që mund të kenë kaluar trauma në jetën e tyre, apo të tipit mund të jenë ekspozuar ndaj dhunës apo abuzimeve të tjera fizike, psikologjike, persona të cilët kanë ndier zakonisht braktisje apo vetmi në fëmijërinë e tyre, sigurisht që janë të shpeshherë të predispozuar për të krijuar varësi. Kështu që për te ndërhyrjes emergjente që ne bëjmë tek varësia, duhem patjetër të individit të ndihmohet edhe në këto drejtime, pra psikoemocionale, në mënyrë që mbasi ose dalja nga cikli i varësisë të instalohet dhe të
të mos kemi relaps më vonë. Shpeshherë ekziston rreziku i relapsit, por kur terapia është e fokusuar vetëm tek varësia dhe jo tek faktorët nxitës apo mbajtës. Si ndikojnë varësitë në gruponsha të ndryshme? Ndikimi është kryesisht i njëjtë, por pasojat mund të jenë të ndryshme. Ndikimi i varësisë, ne e thamë, prek zakonisht aspektin social, mund të prek aspektin ekonomik të marrëdhënieve e të tjerë, por pasojat diktojnë gjithmonë edhe ashpërsinë. Për shembull, në rastet kur një individ mund të ketë një varësi, po themi ndaj bixhozit, sigurisht që kjo do të prekte shumë edhe aspektin ekonomik, i cili më pas mund ta fusë individin edhe në marrëdhënie jo të sigurta, apo të rrezikshme. Për shembull, në këtë përtej njeriu, sepse aspektit individual. Mund të implikohet në marrëdhënie të tipit ku merr para borxh diku tek persona që zakonisht mund të kenë një rrezikshmëri të lartë sociale dhe e gjejnë veten të përfshirë në rrethje të tjera ku ndoshta më parë nuk e kishin menduar. A ke një mesazh, do të ma ndash me kategori, një mesazh për adoleshentët ose po themi nxënësit që mund të jenë duke të dëgjuar dhe kanë shumë mendime tani në mendje, një mesazh për prindërit dhe një mesazh për gjithë ata që duan të çlirohen nga varësitë. Pa gruponsha. Për adoleshentët do të thoja që në rast se janë duke kaluar vetë vështirësi emocionale apo vështirësi familjare, psikologjike, patjetër që mund ta ndajnë atë me dikë që ndjen të afërt në rrethin e tyre social apo familjar, dhe të drejtohen tek profesionistë. Është gjithmonë dikush që mund të ndihmojë. Në rastet e prindërve që mund të jenë duke kaluar një vështirësi të tillë me fëmijët e tyre, patjetër që gjithashtu është e rëndësishme të flasin me fëmijët, mos të ndërmarrin hapa ekstrem për të ndaluar sjelljen. Jo vetëm sa do ta përkeqësonte, jo vetëm sjelljen e fëmijës, varësinë, por edhe marrëdhënien mes tyre, dhe të drejtohen tek profesionisti. Dhe të gjithë personave që mund të jenë duke kaluar një vështirësi të tillë, dua të them që duket e vështirë dhe nuk është e lehtë në fakt, por ka gjithmonë një zgjidhje dhe varësitë janë të trajtueshme, sado të vështira apo të pamundura të duken. Për ata që duan të kontaktojnë, ku mund të gjejnë dhe si mund të flasin me ty? Unë Fation prej vitesh tashmë punoj në Institutin e Terapisë Kognitive Behaviorale dhe shpeshherë jam përballur me çështje të varësisë. Mund të kontaktojnë aty, madje do t'i ftoja të na ndiqnin edhe në rrjetet sociale, pasi në sezonin e 3 të webinareve që ne do të kemi, do të trajtojmë edhe çështjet e varësive, jo vetëm për individët, por edhe për profesionistët që kërkojnë të mund ta gjejnë në rrjetet sociale. ICBT, Instituti i Terapisë Kognitive Behaviorale. A ka mosh varësia? Mosh kur fillon, për shembull, dëgjohet dhe thuhet shpesh që s'ka problem se do rritet, do piqet, do e kuptoj. Jo. A piqet varësia? Jo. Piqen ndjenjat? Jo. Në momentin që kemi një strukturë të shëndetshme, relativisht të shëndetshme, po themi, mundet të kontrollohet, por jo, Fation. Siç e tham, nëse një individ ka predispozita gjenetike apo ka një ambient të pashëndetshëm rreth tij, apo ka përjetuar trauma të ndryshme në jetë, sigurisht duhet një ndërhyrje
nga profesionistët. Është e vështirë që varësit të punojnë vetëm. Ka raste të tilla, por janë të rralla dhe vijnë kryesisht nga ambiente ku mbështetja është e madhe, nga familjarët apo nga shoqëria. Pyetjet e fundit. Do të përmend disa varësi vetëm si tituj ose si terma dhe do vetëm një mendimin e parë ose këshillën e parë. Alkooli. Në qoftë se nuk është varësi, thuaj, jo, kjo nuk futet te varësia, do të them disa. Alkooli. Sigurisht që është tek varësitë, edhe është tek varësitë ndaj substancave, pra kështu kategorizohet. Ka një risk goxha të lartë në fakt varësia nga alkooli, sepse alkooli është pjesë e tavolinave tona të gëzimit dhe shpesh herë ne konsumojmë alkoolin, megjithatë dhe kjo e bën të vështirë edhe për personat që kanë patur një histori varësie me alkoolin. Megjithatë, siç e tham, kur ndërhyrja është e duhur, relapsi është relativisht thuajse zero që të ndodh. Masturbimi dhe pornografia. Patjetër, ekspozimi i hershëm ndaj pornografisë dhe patjetër pastaj si pasojë e masturbimit është i dëmshëm, sidomos në mosha të hershme, ku truri i fëmijës apo i një adoleshenti është ende në zhvillim dhe e ka të vështirë të procesojë atë apo të kuptojë ashtu si duhet atë çfarë shikon. Dhe pasojat këtu mund të jenë në dy drejtime, si dhe në rastin e alkoolit në fakt, psikologjike dhe fiziologjike. Si profesioniste, a është i lejueshëm masturbimi? Sepse ka një debat këtu, nga ana fetare nuk lejohet, pastaj ka shkencëtar që thonë po dhe jo, po ti dëgjosh në rrjetet sociale. Unë dua t'i besoj profesionistëve. Është i lejueshëm? Si profesioniste, e parë ne nuk mund të themi është i lejueshëm apo i ndalueshëm. Si profesioniste do të thoja që patjetër nuk ka asgjë të dëmshme, por çdo gjë që teprohet sjell pasojat e veta dhe varësia ka të bëjë pikërisht me mos kontrollimin e impulseve që na çon në tepri të kryerjes së veprimit dhe nuk ka rëndësi këtu nëse flasim për masturbimin, përdorimin e alkoolit apo të substancave të tjera apo bixhozit që hyn zakonisht te varësitë sjellore dhe gjithë varësitë e tjera. Dhuna. A është dhuna varësi? Në fakt, ndaj dhunës mund të krijohet varësi. Për shembull, ajo shpreha e famshme e sindroma e Stockholmit, mund të themi që është diçka e tillë, nëse është e vetmja formë që unë njoh, sigurisht që kam një varësi emocionale këtu ndaj individit që ushtron dhunën, por dhuna nuk në vetvete nuk mund të konsiderohet si varësi. Pijet energjike dhe lëndët narkotike. Po, këto hyn tek varësitë dhe është pak a shumë e njëjta gjë që tham edhe për alkoolin. Scrolling, video games, rrjetet sociale. Dhe këtu varësia në fakt është risku për të krijuar varësi është goxha i lartë, sepse aty ka goxha stimuj që prodhojnë ato substanca në të cilat individi kërkon pastaja t'i ketë gjatë gjithë kohës për t'u ndjerë sa më mirë. Fëmijët janë shumë të predispozuar për të krijuar varësi ndaj videolojrave, aty stimut janë goxha të lartë, por edhe adoleshentët patjetër. Vetdëmtimi dhe vetvrasja. Vetdëmtimi është një sjellje kompulsive, ka shumë aspekte për ta parë këtë, ka çrregullime specifike që përfshin vetdëmtimin, për shembull çrregullimi i personalitetit borderline apo duhet kuptuar nëse vetdëmtimi shkaktohet ndoshta edhe nga përdorimi i substancave. Është disi e gjerë, kjo nuk mundet ta përcaktojmë, pra duhet kuptojmë gjithmonë si nis vetdëmtimi dhe për çfarë i shërben individit. Por nuk do ta kategorizoja si një varësi më vete.
A duhet t'i thyem tabut? Ka ardhur koha t'i thyem tabut? Është ende tabu të flasësh për gjëra të tilla, është ende tabu të shkosh te psikologu, është ende tabu të thuash fola me psikologun. Dhe jo më të pranosh se jam pacient. Pra unë jam pacienti, ti je psikologja. Kjo është shumë e vërtet, por varet edhe gjithmonë nga lloji i çrregullimit apo i problemit që unë kam. Në rastet e varësive, po është tabu dhe një nga gjërat që në fakt ushqejnë atë ciklin e varësisë është ndjenja e fajit edhe e turpit që individi ndjen. Është gënjeshtrat e vazhdueshme që detyrohet të thotë, shmangja që bën qoftë personalisht nga problemi që ka, gënjen veten, pastaj të tjerët dhe kjo e bën të ndihet në faj. Dhe sigurisht që kur drejtohet te psikologu, ne i shohim që në fillimet e terapisë shpeshherë janë të ndrojtur apo e kanë të vështirë ta pranojnë që është tamam varësi ajo që ata kanë. Megjithatë, nuk është as pak turp. Të gjithë ne në momente të caktuara të jetës mund të bëhemi vulnerabël dhe të bijem pre e një sjellje vartëse apo qoftë edhe problematikave të tjera të shëndetit mendor. Është disi më e thjeshtë sot të flasim për ankthin, por është më e vështirë të flasim ndoshta për varësitë apo për çrregullime të tjera. Vilma, me ty është shumë kënaqësi të flasësh. Faleminderit. Unë ndonjëherë nuk e di ata kam shprehur konsideratën, unë kam një konsideratë shumë të madhe për të gjithë atë që ti përfaqëson, jo vetëm nga ana profesionale, por nga sjellja dhe gjithçka, dhe ti e di që këtu në institucion nuk jam vetëm unë, jemi shumë në fat që të kemi pjesë të institucionit. Dua të bëj një bisedë si shok, për të kuptuar një psikologe. E para, psikologët janë. A besojnë psikologët në Zot? Besojnë psikologët në çfarë është turpi? Më bëre dy pyetje të ndryshme. Dua të ta them shpjegimin se pse e bëj këtë. E shoh në shumë kërkesa apo formular që ne bëjmë apo pyetësor për të ndihmuar. Ndoshta fjalia ndihmuar nuk ka vend, po për të gjithë përfshirë, më pëlqen më shumë fjalia të gjithë përfshirë, për të darë mendime, për të darë kultura. Se unë besoj që njerëzit dhe një shoqëri bëhet më mirë kur gjërat fliten, thuhen, dëgjojmë njëri tjetrin, flasim duke ulur në vendet e njëri tjetrit dhe dalim nga egoja personale. Shpesh ka turp, shpesh ka komplekse dhe ajo që është më e shëmtuara dhe do ta them të shëmtuar, ne gënjejmë veten. Jemi një shoqëri që ne gënjejmë veten dhe çdo ditë më shumë po gënjejmë veten, nuk pranojmë realitetin. Tani, çfarë është turpi? Dua ta di çfarë është turpi, sepse një shoqëri që ndodh një ngjarje tragjike dhe merret dhe bën virale dhimbjen e prindit apo gjithçka. Kjo është e turpshme. Jo thua që un jam i varur nga alkooli. Po është e turpshme kjo gjëja që ti bën apo ti bën foto në rrjetet sociale, deri lumtur në vetvete ti ke shumë probleme me sjelljen tënde, me veten tënde. Çfarë është turpi? Mund ma shpjegosh? Jo si profesioniste, tani bëjmë një bisedë njerëzore. Do të bëjmë pyetjet e fundit. Ndonjëherë është e vështirë ta ndash pak profesionin nga ajo çfarë ti je, sepse nëse gjithsesi ti zgjedh të ushtrosh një profesion është edhe si pjesë e asaj që ti je. Megjithatë, për ta thënë kështu ndoshta në mënyrë shoqërore, do të thoya që turpi zakonisht është një emocion që mësohet, nuk është i lindur. Mësohet dhe është shumë i fortë, sidomos në shoqëritë ku moraliteti dhe normat sociale janë shumë të ashpra. Ndoshta këtu gjej dhe atë hapësirën që ti përmende çfarë për Zotin. Pastaj çështja e besimit është totalisht individuale për profesionistët. S'kam që beson, e kam në sensin një psikologe, kur themi se kjo pjesa e besimit, unë kam një parim, beso dhe dysho, apo analizo, apo përballë gjithçka. Kjo bie ndesh me parimet e fesë, por nuk të doja të nuk futemi kjo temë fare, nuk dua ti prekëm. Thjesht një psikologe, për një psikologe si ndahet e moralshme nga e pamoralshme?
Ne nuk shohim e moralshme, Pra, pa për shembull, moralshme, por turpi shohim dalë si diçka e pamoralshme. ne shohim e natyrshme dhe e panatyrshme dhe prandaj pra çfarë i takon natyrës njerëzore dhe çfarë i takon normave morale. Normat morale shpeshherë në shoqëri vendosen për të respektuar atë çfarë konsiderohet normale në mas të gjerë. Por kur normat morale janë të forta dhe rigjide dhe pasojat nga shkelja e tyre janë të ngurta, të ngurta, sigurisht dhe pasojat që sjellin këto ndrydhin natyrën njerëzore dhe nëse natyra njerëzore ndrydhet, edhe patologjitë apo sjelljet të dëmtuese sigurisht që do të jenë më të larta. Çfarë duhet të bëjmë më mirë? Pyetje para fundit. Kjo nuk është komplet si shoqëri. Pra, e parë në syrin e një profesioniste, pra gjithmonë ke brenda profesionit tënd. Çfarë duhet ne si shoqëri të bëjmë më mirë? Prindi, mësuesi, institucionet arsimore, institucionet kulturore, profesionistët, çfarë duhet të bëjmë më mirë? Të gjitha këto struktura që ti përmende duhet ka nevojë për edukim social dhe për informacion. Sa më shumë informacion të shpërndahet, aq më mirë shoqëria do të kuptojë për çfarë bëhet fjalë në çdo aspekt. Lehtësimi në aksesin e informacionit është gjithashtu i rëndësishëm. Ofrimi i strukturave mbështetëse është gjithashtu i rëndësishëm. Për shembull, po ta lidhim me temën e sotme të varësive, në Shqipëri janë shumë pak qendra rezidenciale për të trajtuar varësitë. Duhet kishte më shumë, pasi kemi një shkallë të lartë të varësive në vend. Pyetja e fundit. Nuk e di ata kanë bërë ndonjëherë këtë pyetje, por ta bëj prapë. Ti nuk më rësitesh. Përsëritja mamadies. Po. Je prind në institucion, je prind në Time Center, je bashkëpunëtore, je partnere. Dua një mendim për Time Center, ashtu siç ti e ke pasur momentin e parë që ke ardhur, siç e ke sot, dhe një sugjerim, një kritik, si ka ndryshuar ky mendim, ka ndryshuar apo jo? Dua një mesazh për Time Center. Sa vite u bën që unë jam këtu? U bën disa, do me thënë unë i kam sjell fëmijët të vegjël fare dhe sot ata janë po hynë në moshën e adoleshencës. Do me thënë mendo sa vite unë jam në Time Center, kjo është një fakt edhe një përgjigje, por nga ana tjetër ju kam parë të rriteni fatjon, edhe kjo është diçka e mirë. Të rriteni në shumë drejtime, qoftë në shërbimet që ofroni drejt për fëmijët që janë pjesë e institucionit, por edhe më gjerë se që janë këto intervistat, për shkak që po bëjmë bashkë apo dhe në fushat të tjera tematika që ju i trajtoni këtu. Këto do veçoja, pastaj pjesa tjetër është pjesë e strukturës që çdo institucion, po themi që ka lidhje me pjesën e edukimit arsimor, i ka të përfshira në ato kurrikulën e vet. Por ajo që do i veçoja është hapat e sigurt që ju hidhni drejt rritjes institucionale, por edhe të shërbimeve që ofroni. Që jedhim të gjithë bashkë. Shumë e vërtet, për shembull fakti që shpeshherë prindrit përfshihen në vendimarrje është diçka që ju faktorizon, kështu që uroj që dhe besoj patjetër që do ta vazhdoni. Kjo. O kënaqe sot? Si gjithmonë. Të falenderoj shumë. Faleminderit edhe ty. Ju falenderoj të gjithëve që na ndoqët. Kjo ishte vetëm seria numër 1, do të vazhdojmë me javës tjetër me një seri intervistash me profesionistë të ndryshëm. Vazhdoni të na shkruani. Zëri apo mesazhi yt sot mund të çliroj dikë tjetër nesër. Mos keni turp nga ajo që nuk duhet keni turp. Turp është të kesh turp. Të mësosh kur nuk është vonë.
ju rikujtoj që po vazhdojmë me gjitha regjistrimet për gjitha ciklet dhe programet tona të studimit, për ciklin qerte, kopsh, parashkollor, programin e studimit passhkollor, kurset profesionale, gjuhë huaja, informatik, arte, sporte me radhë. Nga 1 qershori na pret sezoni veror dhe kampi veror. Çdo profesionist, çdo njeri që ka për të thënë një mesazh pas një dallim, portofoli apo karriere është i mirëpritur. Time Center është një dorë e zgjatur dhe shtëpia e gjithëve. Ju mirëpresim. Faleminderit.